Nderuar zëvendës kryeministër, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kabinetit qeveritar dhe të medjave, të dashur qytetar, me 7 qershor për herë të tretë në më pak se 16 muaj, patëm zgjedhje për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Të parat, ato të 9 shkurtit 2025, ishin të rregullta pas përfundimit të mandatit të plot 4 vjeçor. Ndërsa 2 proceset pasuese zgjedhore, të dyja të parakoshme në dhjetor e veçmas në qershor, kanë qenë të evitueshme dhe të panevojshme. Caktimi i datës për mbajtjen e seancës konstituive të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Republikës Kosovës nga ushtruesja e detyrës së presidentes, zonjës Albulena Haxhiu, është e mirëpritur. Partitë politike, secila sipas hisës që populli i ka dhënë, gjendemi sërish para përgjegjësisë për përmbushjen e detyrave për formimin e institucioneve të reja, përfshirë zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Kemi 2 javë, më së shumti, deri te fillimi i seancës për konstituimin e Kuvendit, para se të kalojmë të zgjedhja e qeverisë së re dhe më pas edhe e presidentit ose presidentes së Republikës. Për legjislaturën dhe ekzekutivin e ri, siç e dim, nevojitet shumica e thjeshtë. Ndërkaq për presidentin ose presidenten, së paku në 2 raundet e para, për shkak të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese para 15 vjetëve, kërkohet prania e 2/3 të deputetëve, andaj edhe përgjegjësia për zgjedhjen e tij ose të saj e tej ka lënë një parti politike. Në këtë frym, saktësisht 2 javë më parë, me 10 korrik, zhvillova takime konsultative me krerët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkaq që sërish shprehim keqardhje që Aleanca nuk e pranoi ftesën. Teksa koha ecën, veprimet politike dhe interesi shtetëror duhet të vihen në rend të parë. Të nderuar anëtarë të kabinetit qeveritar, të dashur qytetar, braktisja e organizuar dhe politikisht e motivuar e institucioneve të Republikës së Kosovës nga pjesëtarë të komunitetit serb në fund të vitit 2022 ishte piknisje e një serie veprimesh sabotuese ndaj shtetit. Qysh atëherë e kemi thënë dhe u kemi bërë thirrje të gjithë serbëve në institucione. Mos i braktisni ato, mos jepni dorëheqje, mos shkoni. Por nuk e kemi thënë e as nuk kemi të drejtë t'u themi kthehuni. Kishim të drejtë politike t'ju themi mos shkoni, por nuk kemi të drejtë kushtetuese e ligjore t'ju themi kthehuni. Largimi i tyre ka qenë akt politik, individual ndonse i organizuar, por kthimi është çështje ligjore dhe kushtetuese. Nuk mund të ketë kthim që i mbivendoset kushtetutës e ligjit, veçmas kur braktisja ishte një akt sabotimi i ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Në këtë linjë, gjithnjë sipas kushtetueshmërisë e ligjshmërisë, këto dorëheqje i ka trajtuar kohë më parë Policia e Kosovës dhe ditë më parë edhe Këshilli Prokurorial. Ndërkaq sot, teksa prisnim që edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës të vepronte njësoj, kuptuam që mbledhja dështoi në mungesë kvorumi. Presim që në mbledhjen e radhës të marrë epilog të tillë edhe kjo çështje. Të dashur qytetar, e dashur mërgat, ditët e verës të ne janë edhe ditët e ardhjes suaj në vendlindje e pranë familjes. Ardhja juaj ka gjallëruar vendin dhe kjo vrehet në secilën komunë të Republikës. Mirë se keni ardhur e mirë se vini në dhëun tuaj, ju dëshiroj pushime të këndshme. Të dashur qytetar, ditëve të fundit po shohim e dëgjojmë lajme të këqija nga aksidentet e shpeshta me fatalitet në rrugët tona. Ju lutem për kujdes e respektim të rregullave të komunikacionit. Sikurse i bëj thirrje Policisë Kosovës të shtoj veprimet në drejtim të parandalimit të tejkalimit të rregullave që do të mund të çojnë në aksidente në komunikacion.
Të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, pa humbur kohë, vazhdojmë me pikat e rendit të ditës për sot. Fillojmë me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit të procesit verbali dhe transkriptit të mbledhjes së 25 dhe ekstrakteve të procesit verbalive të mbledhjeve 26, 27, 28 dhe 29 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolega anëtar të kabinetit qeveritar, ekstrakti proces verbali dhe transkripti i mbledhjes së 25 dhe ekstrakti të proces verbalive të mbledhjeve 26, 27, 28 dhe 29 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes 30 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projekt rregullores për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarr fiks. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar për shqyrtim dhe miratim projekt rregulloren për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarr fiks, e cila standardizon procesin e përzgjedhjes dhe forcon kapacitetet profesionale të njësive profesionale të zjarr fiksjes dhe të shpëtimit në përputhje me prioritetet e planit kombëtar për zhvillim 2026-2028. Për të paraqitur më në detaje këtë projekt rregullore, e ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveçlën, që ta merr fjalën. Faleminderit Ministër Sveçla, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e qiradhënies sipas kërkesës nga Agjencia Pyllore e Kosovës. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në kohë zgjatje prej 15 vite për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqëror. Të nderuar kolega anëtar të kabinetit qeveritar, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka propozuar për shqyrtim dhe miratim propozim vendimi për aprovimin e dhënies me qira për një periudhë 15 vjeçare të një pjesë të punës publike në zonën kadastrale të Relshakut, komuna e Shtimës, për nxjerrjen dhe shfrytëzimin e gurit gëlqëror. Propozimi është përgatitur në përputhje me ligjin për punët publike dhe procedurat përkatëse, ndërsa janë siguruar pëlqimet dhe aktet e nevojshme nga institucionet kompetente. Për më tepër, e ftoj Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, zotëria Armend Mujen, që ta merr fjalën. Nderuar kryeministër, zotës kryeministër, të nderuar anëtar të qeverisë. Para jush sot është propozim vendimi për dhënien me qira për një periudhë 15 vjeçare. Faleminderit Ministër Muja, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e katërt është shqyrtimi i propozim vendimit për dhënien në shfrytëzim të hapësirës prej rreth 30 ari, e cila është në pronësi të Agjencisë Pyllore të Kosovës ndërmarrje e pyetje në prizren për Ministrinë e Drejtësisë. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka propozuar për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për dhënien në shfrytëzim të një hapësire prej 30 ari në Prizren, në pronësi të Agjencisë Pyllore të Kosovës për nevojat e Ministrisë së Drejtësisë. Ky vendim mundson krijimin e kushteve për ndërtimin e objekteve të gjykatës themelore dhe të prokurorisë themelore në Prizren, duke forcuar infrastrukturën e sistemit drejtësisë dhe duke përmirësuar shërbimet për qytetarët. E ftoj edhe një herë Ministrin Muja që të merr fjalën. Nderuar kryeministër, anëtar të qeverisë, para jush është edhe propozimi tjetër, propozim vendimi që paraqesim sot, ka të bëjë me dhënien në shfrytëzim të një sipërfaqe prej 30 ari nga parcela kadastrale e cila është pronësi të Agjencisë Pyllore të Kosovës, respektivisht ndërmarrja e pyjeve në Prizren. Faleminderit Ministër Muja. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet dhe kalojmë tek pika 5 për mbledhjen e sotme, shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 të datës 30 prill 2026. Qeveria jonë në vazhdimsi ndërton politika që morrin parasysh nevojat reale të grave dhe mbështesin pjesëmarrjen e tyre të barabartë në jetën profesionale. Për këtë qëllim, para jush është propozim vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/16 i propozuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila siguron mbështetje për mjekët specializante gjatë periudhës së lehonisë.
Për më shumë detaje, ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëria Arben Vitin që të merr fjalën. Faleminderit shumë kryeministër, i nderuar. Faleminderit Ministër Vitia, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës. Digitalizimi nuk është vetëm çështje e sistemeve dhe platformave, por edhe investimit në njerëzit që i zhvillojnë dhe i përdorin ato. Me këtë propozim vendim të Ministrisë për Digitalizim dhe Administratë Publike, miratojmë kornizën për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për qeverinë e Kosovës, e cila do të udhëheqë zhvillimin e aftësive digjitale të administratës publike dhe do të mbështesë ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët. E ftoj Ministrin e Digitalizimit dhe Administratës Publike, zotërin Lulzon Jakxhiun, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuari kryeministër, të nderuari Zavës. Faleminderit Ministri Jakxhiu, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për adherimin në zonën EU Roam Like at Home, e cila do të jetë parakusht për implementimin e plot të EU Roaming Acquis. Të nderuar kolegë, para jush është nisma për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për adherimin në zonën EU Roam Like Home. Kjo është një etapë e rëndësishme në procesin e integrimit ton digital në Bashkimin Evropian, që hap rrugën drejt heqjes së tarifave shtesë të roamingut për qytetarët dhe bizneset tona gjatë përdorimit të shërbimeve mobile në vendet pjesëmarrëse. Për të paraqitur më në detaje këtë nismë, e ftoj Ministrin e Digitalizimit dhe Administratës Publike, zotërin Lulzon Jakxhiun, që ta marrë fjalën. Faleminderit. Faleminderit Ministri Jakxhiu, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes së grantet ndërmjet Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Termokosit dhe Bankës Evropiane për investime për projektin e zgjerimit të sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë. I nderuari kabinet qeveritar, zgjerimi i sistemit të ngrohjes qendrore në Prishtinë është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në sektorin e energjisë. Me këtë nismë hapim rrugën për lidhjen e marrëveshjes grantit ndërmjet Republikës së Kosovës, Termokosit dhe Bankës Evropiane për investime, duke siguruar mbështetje financiare për realizimin e këtij projekti me ndikim të drejtë për drejtë në cilësinë dhe mirëqenien e jetës së qytetarëve. Për më shumë, ftoj Ministrin e Financave, zotëri Ekuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Tek të ndryshme kemi disa çështje. Fillojmë me propozimin e Ministrisë Administrimit Pushtet Lokal për alokimin e mjeteve në programin e bashkëfinancimit me donatorët për skemën e granteve të bazuara në performancë komunale, për çfarë e ftoj Ministrin e Administrimit Pushtet Lokal, zotëria Elbert Krasniqin, që ta merr. Faleminderit Ministër Krasniqi, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, konstatojmë që miratohet. Çështja e dytë është propozimi i Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit për themelimin e Këshillit Kombëtar të Arteve, një mekanizëm i rëndësishëm institucional i cili do ta forcojë zhvillimin e politikave publike në fushën e artit dhe të kulturës, duke garantuar profesionalizëm, pavarësi dhe përfaqësim të denjtë të komunitetit artistik. Për më tepër, ja kaloj fjalën Ministrës së Kulturës dhe Turizmit, zonja Saranda Bogojevci. Faleminderit Ministre Bogojevci, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 3 është propozimi për ndarjen e mjeteve financiare për mbështetjen e realizimit të programit Original, i cili promovon Republikën e Kosovës në nivel ndërkombëtar përmes forcimit të imazhit pozitiv të vendit tonë, promovimit të potencialit të saj turistik, kulturor dhe zhvillimor, si dhe
zgjerimin e bashkëpunimit me diasporën në funksion të zhvillimit afatgjat të vendit. Mbështetja financiare është me lartësim prej 9.480 euro. A e do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatoj që miratohet. Së katërti, tek të ndryshme, kemi shqyrtimin e propozimit vendimit për rekomandimin drejtuar Presidentes së Republikës Kosovës për autorizimin e Ministrit të Financave për nënshkrimin e marrëveshjes kredis ndërmjet Republikës Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për projektin e lojrave mesdhetare 21 në Kosovë në vitin 2030. Ministria e Financave sjell për shqyrtim propozim vendimin për rekomandimin e drejtuar Presidentes së Republikës Kosovës për autorizimin e Ministrit të Financave që të nënshkruaj pra marrëveshjen e kredisë ndërmjet vendit tonë dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim për financimin e projektit të lojrave mesdhetare në Kosovë. Kjo marrëveshje synon sigurimin e mjeteve financiare për realizimin e projektit dhe mbështetjen e investimeve të nevojshme për organizimin e këtyre lojrave. Për më shumë, e ftoj Ministrin e Financave, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar. Faleminderit Ministër Murati. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për. Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq përfundon mbledhja sot me ju faleminderit gjithë.